إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله هو رسول الله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين وبعد يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Falënderimet, madhërimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut, Zotit të vërtet. Ai është I cili e meriton adhurimin dhe askush pos Tij nuk e meriton këtë adhurim. Ai as nuk ka lindur kënd, as nuk është I lindur e me të, askush nuk është I barabartë. Ne dëshmojmë, deklarojmë dhe pohojmë se zotëria jonë, kënaqësia e zemrave dhe syve tonë, Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar prej Tij. E më pas, Allahu thot në Kur'an, o ju që keni besuar, o ju besimtar, frikësojuni Allahut me një frikë të denjë, e mos vdisni ndryshe vetëm se nuk e qenë besimtar. E më pas, ne vazhdojmë të jemi me shenjat e mëdha të ditës së Kiametit. Ajo është, apo ato janë shenjat e parafundit nga kjo ditë e rëndë, nga kjo ditë e tmerrshme. Pasi përmendëm daljen e Dejjalit, Isait, kafshës e cilët do të flas njerëzve, Yexhuxhut dhe Ma'xhuxhut, pastaj arritëm tek shafitja e tokës për cilën do të përmendim disa hadithe të cilat I kam përzgjedhur për sot. Llogaritëm prej shenjave të fundit të ditës së Kiametit dhe këto janë 3 shenja të cilat janë të barabarta dhe ato janë shafitja apo zhytja e tokës që do të zhysë dhe do të shafis njerëzit. Ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Ibn Asid radiallahu anhu, I cili thot, kunna natadhakkar inda Masjidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thot, njëherë bashkë me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishim duke përkujtuar apo duke folur në xhami. Atëherë del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe na thot, ma tadhakkarun, për çfarë jeni duke folur dhe çfarë jeni duke përkujtuar? I thon ata, ne tadhakkaru yawma as-sa'a, ne tadhakkar alamat as-sa'a. Jemi duke përkujtuar shenjat, alamatet e ditës së Kiametit të dërguar Allahu. Atëherë ai thot, لن ترون لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها 10 آيات. I thot, ju nuk ka për t'ju ardhur dita e Kiametit derisa të shikoni apo të numëroni 10 shenja prej shenjave që tregojnë ardhjen e kësaj dite. E prej e tyre numëroi daljen e Dejjalit,
daljen e asaj kafshës e cila do t'i ndaj njerëzit në musliman dhe jo musliman, Ya'juj dhe Ma'juj, ardhin e Isait apo zbritjen e Isait alayhi salam. Pastaj tha khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jazirati al arab. Thot pastaj do të ndodhin 3 shafitje të tokës. Një shafitje që do të ndodhin në lindje, e një tjetër në perëndim, e një shafitje tjetër do të ndodhin në gadishullin arabik. Pra, këto janë 3 shenja të cilat numërohen nga të fundit përpara se të fryjë engjulli në sur dhe të përmbyset kjo botë. Ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith pra këto 3 shenja të cilat janë përpirja e njerëzve nga toka. Do t'i përpi toka njerëzit, e kjo në 3 vende. Lindja, që ka për qëllim lindjen e Medinës, perëndimin e Medinës dhe në përgjithësisht gadishullin arabik. Këto janë 3 prej shafitjeve më të mëdha. Edhe pse shafitje dhe humbje njerëzish, qytetesh e tjerë kanë ndodhur më përpara, ndodhin dhe do të ndodhin, por ato llogaritën prej shenjave të vogla të ditës gjykimit. Ne jemi duke folur për 3 prej shafitjeve më të mëdha që nuk ka parë kjo botë ndonjëherë dhe që do të ndodhin dhe që para lajmërojnë ardhin e ditës së Kiametit. Normalisht këto shenja i ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe të tjera, ku shoqërohen dhe me disa sebebe. Prej atyre shkaqeve është shfaqja e mëkateve, gjunaheve dhe kundërshtimit Allahut azza wa jall. Pra në momentin që do të shfaqet e keqja në masë, atëherë Allahu azza wa jall dërgon këtë ushtri, siç do ta përmendim, që shafitja e tokës, përpirja e tokës, është njëra prej ushtrive që përdor Allahu azza wa jall për këtë lloj prej robërve. Ka transmetuar Aisha radiallahu anha, por edhe Ummu Salama, por dhe disa prej sahabëve të tjerë, disa hadithe të cilat i kanë përmbledhur. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, hadithi Aishës: "Yakunu fi akhiri hadhihi al-umma khasfun wa maskhun wa qadhfun." Thot do të ndodhin në fundin e këtij ummeti 3 gjëra. Khasf, që ka për qëllim shafitjen dhe përpirjen e tokës. Përpirja e tokës të mësuam ka për qëllim kaplimin e njerëzve dhe zhytjen e tyre në tokë, fundosje, zhdukjen e njerëzve. Ndërsa mesk ka për qëllim shëndrimin e njerëzve, që sipas disa transmetimeve tregon që Allahu azza wa jall në fundin e këtij umeti disa prej njerëzve në formë të limit do të shndrojë ata në majmun dhe në terra. Ndërsa qadh ka për qëllim goditjen e njerëzve me gur nga qielli, pra zbritjen e gurve nga qielli. Atëherë Aisha radiallahu anha me të drejtë e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, anahleku wa fiha as-salihun?" O dërguar Allahut, ti po përmend që toka do t'i përpi njerëzit, do të shndrohen, do të goditen me gur prej slarti. Pra do të ndodhin të dënime, wa fina apo fiha as-salihun, ndërkohë që në tokë gjenden akoma njerëz të mirë. I tha: "Naam idha kathura al-khabath." I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Po, toka do t'i përpijë ata të gjithë nëse shumohet, nëse shfaqet me shumicë
nëse përhapet e keqja shumë. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që pasi që të zbresi Isa alayhi salam të dali dhe kafshë dhe të ndaj njerëzit musliman dhe jo musliman, do të ketë një lloj bereqeti që ne i përmendëm në hutbet që kanë kaluar, do të ketë një lloj bereqeti sa që njerëzit nuk do të ketë më vend dhe njerëz për të dhënë sadakan dhe zakatin e tyre. Pastaj normalisht do të degradoj përsëri drejtimi i këtij umeti apo këtij populli apo botës. Do të ndodhen huti të shumta dhe të mëdha, sepse në fund normalisht përjetimin e ditës gjykimit nuk e përjetojnë vetëm se njerëzit më të fshinj nga kjo botë, sikurse ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, pas kësaj mirësie nga zbritja e Isait alayhi salam, i cili do të qëndrojë 7 vite, atëherë do të ketë mirësi, pas tyre mirësive do t'i marrë Allahu azza wa jall. E do të degradoj kjo botë, qofsh në luftra, qofsh në kundërshtim në Allahu azza wa jall, që nuk njohin më rregulla dhe kufi e tjerë, derisa të vinë këto shenja, e sidomos shenjat e fundit apo dhe të parafundit, që të parafundit pra janë shafitja e tokës, që do të zhduken disa popuj, disa njerëz, pastaj e fundit shenjë që është me njëherë fryrja në sur, është dalja e një zjarri nga Jemeni, për cilin ne do ta marrim hutbë, dalja e zjarrit nga Jemeni, i cili do t'i tërheqë të gjithë njerëzit në Sham, e aty Allahu azza wa jalla do t'i marrë shpirtin dhe tashmë ka ardhur e gjykimit. Pra, duhet mendoni pak, rrjedhohen se si rrjedhojnë këto shenja dhe drejtimi se si do të vijë kjo botë. Në hadith tjetër nga Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë fi hadhihi al-umma khasfun wa maskhun wa qadhf. Në fundin e këtij umeti do të ketë shafitje të tokës, shëndrimin e njerëzve në majmuna apo në dera dhe goditje e njerëzve në gur prej slarti nga qielli. Atëherë një burr prej muslimanëve pyet, ja Rasulullah, meta dhalik, kur do të ndodhi kjo e dërguar Allah që të dim? I tha, idha dhahara al-qinat, idha dhahara al-qinat wal ma'azif wa shuribat al-khumur, kur të shfaqen muzika, el-qinat, më eksaktësisht në këtë hadith ka për qëllim shfaqjen e këngëtarëve femra. E kjo është një prej bukurive të fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si nuk fliste kurrë nga mendja e tij. Ka përmendur el-qinat, el-qina në arabisht do të thotë grua shërbëtore, e cila përdoret qoftë për punë shtëpie shërbëtore apo një femër e re e cila këndon muzikë, bën muzikën e këndon, shfaqet mesin e njerëzve. Thot wal ma'azif, gjithashtu shfaqja e veglave muzikore, përhapja e veglave muzikore. Dhe e treta thot u shuribat al-khumur, e kur të shfaqet pirja e alkoolit në mas, kur të shfaqet pirja e lëndëve dehse në mas, atëherë thot do të ndodhin këto pra shafitjet e tokës, shëndrim apo goditja në formë dënimi nga Allahu azza wa jalla. Ka transmetuar Ebi Malik el-Ash'ari radiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yashrabun unasun qabla qiyam as-sa'a min ummati al-khamr, do të pinë njerëz nga umeti im, apo në fundin e umetit tim njerëz do të pinë alkoolin. Yusammauna bi ghayri ismiha. E kur ta pinë këtë do t'i pëlqejë kjo pirje, tregtia në alkool,
do t'i pëlqej pazarllëku me drogërat, me llojet e drogës, me llojet e alkoolit, e këtë për t'ia mbuluar vetes dhe për t'a përshtjelluar njerëzve, do ta emërtojnë këto, do ta emërtojnë me emër të tjera. Pra alkooli nuk do ta quajnë me alkool, por do ta quajnë me një emër tjetër, vetëm thjesht për t'ia përshtjelluar njerëzve pirjen, tregtimin apo fitimin prej këtij harami. Atëherë thot wa tutrabu ala ru'usihim al-ma'azif. Atëherë do të shfaqen vetjat muzikore dhe njerëzit do të merren me këto. Yakhsifu Allahu bihim al-ard. Atëherë Allahu azza wa jalla do t'i shafisi këta njerëz, do t'i përmbys, do t'i përpijë nga toka. Wa yaj'al minhum qiradatan wal khanazir. E disa prej tyre do t'i shndrrojë në majmun edhe në derra. Ka saksuar Sheikh Al-Albani në Sunan al-Bayhaqi. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë në këto hadithe që përpirja e tokës që nga njëra prej shenjave të ditës së Kiametit. Madje shenjë për shenjave të mëdha të ditës së gjykimit. Madje shafitja mundet të mos ndodhet në masë e gjithë lindjes, por qoftë edhe një pjesë prej saj. Saqë në Musnedin e Imam Ahmedit është treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë do të ndodhi kjo shafitje dhe kjo përpirje e tokës, do të përpijë disa fise. E atëherë të nesërmen do të gdhien njerëzit dhe të thonë kush prej fiseve apo kush ka mbetur, kush u shafit, kush u përmbys, kush u zhyt. Pra që tregon për shafitjen e lemeritshme që do të ndodhi në këto kohë. Unë nuk harroj të përmend një fajde që përfitohet nga këto hadithe të cilat unë kisha përzgjedhur. Ajo është habia që kanë bërë sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyetur e nehlaku, sikurse e pyetja Aisha radhiyallahu anha i tha ja Rasulullah, e nehlaku wa fiha as-salihun. O dukur Allah, ti po flet për këtë shafitje, po si ka mundësi të ndodhi kjo shafitje e tokës, përpirja e tokës, përpij njerëzit, ndërkohë aty gjenden njerëz të mirë, aty ka njerëz muslimanë, aty ka njerëz besimtarë. Ja pra që nga njëherë njeriu i mirë, apo ai që pretendon mirësinë, nuk gjenda penges as për veten e tij, as penges për njerëzimin. Në kundërshtim me hoxhallarët, kjo është një fajde të cilën e kanë përmendur dietarët pikërisht në këto hadithe. Kur gjenden hoxhallarë në mesin e një umeti, kur gjenden njerëz të ditur në mesin e një umeti, ata janë të sigurt nga dënimi. Kur gjenden njerëz të ditur edhe për skaj gabimeve të tyre, i ka premtuar Allahu se do t'ia heqë dënimet e mëdha, dënimet me gurzim, aqelli, shafitje toke, shkatrim në mas, nuk janë këto gjëra kur ka njerëz të ditur. Prandaj kemi thënë që mjafton prania e hoxhës në mesin e njerëzve, vetëm kur ai shman dënimin e Allahut për jush. Mos i poshtëroni ata. Kur mos e hani mishin hoxhallarëve, kur mos e hani mishin dietarëve, njerëzve të ditur, të cilët i ka përzgjedhur Allahu nga mesi juaj. Urdhëro ti pretendon që je i mirë, por do të përmbysë Allahu bashkë me ata jo muslimanët. Allahu faktikisht do të dënojë jo muslimanët. Do t'i dënojë ata. Është dënim. Siç do t'i përmendim ndoshta nëse nuk na del koha sot të përmendim në një hutbë tjetër që kjo hasfi, kjo shafitja e tokës është dënim, është një ushtrejë që përdor Allahu azza wa jalla për jo muslimanët. Ata që kundërshtojnë Allahun azza wa jalla. Po mirë, po ka dhe besimtar. Po s'ka problem. Gjithë do ta hanë.
Të gjithë do të zhyten. Në kundërshtim kur ka një hoxh, në kundërshtim kur ka një prej trashëgimtarëve të pejgamberëve, kur nuk e gjen që e keqë një umet në mesin e cilit ka dietar, ka njerëz të cilët i ka përzgjedhur Allahu azza wa jalla për të përhapur këtë dituri. Ju pëlqen apo s'ju pëlqen ju? E doni apo s'e doni ju? Po, madje edhe nëse nuk ja pëlqeni edukatën, nëse nuk ja pëlqeni disa prej veprave, Allahu azza wa jall ka ditë këtë zgjedhje, se ndryshe do të zgjidhte ty. Ndryshe do të zgjidhte ty, se ndryshe atëherë ti thon Allahu, po kuna e zgjodhe këtë hoxh, kuna e zgjodhe këtë dietar, kuna e zgjodhe këtë që më vetëm për ditur. Se nuk zgjodhe mua la me burri. Ala me çuni unë i bukur, ku e zgjodhe këtë? Ne pa Allahu ti ka zgjedh. Allahu ti i shikon zemrat, i shikon të ardhmen, i shikon të shkuar, shikon çdo gjë Allahu azza wa jalla dhe zgjedh, përzgjedh mesin e atij populli. Siç përzgjedhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mesin e shumë popujve, mesin e shumë fisëve, ashtu edhe vazhdon të zgjedhë Allahu te xhallar. Nuk mundet dot Allahu azza wa jalla zgjedhë gabim. Nuk mundet Allahu azza wa jalla të çojë gabim një hoxh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inal ulama'a warathatul anbiya. O xhallarët janë trashëgimtarët e pejgamberit. Mos e hani mish, siç bëjnë sot, që jo vetëm se i kanë pirë gjakun, jo vetëm se i kanë hangur mishin, por janë duke i lëpirë dhe kockat e hoxhës. Të gjithë janë duke ja pirë. Thushti sigur po profitojnë diçka për ta rënuar hoxhën. Po e bëm dakord, e rënon vetë hoxhën. Kush fitoi në këtë mes? U rënuai hoxhës, nuk po dëgohet më. Kush do ta marrë për drejtim? Kush? Do ta marrësh ti që rigjiditën mëkate? Apo ai që rigjiditën në dynja? Apo ai që rigjiditën punë? Nuk e fajsoj. Ai do ushqej familjen e vet, po nuk është për hoxh, nuk është për të dhënë mend. Po, a i jetë mëndë që është të kësaj dynjaje, po, që ndikë për zjedh që të konsultohet me ta, dikush është i ditur që është të dynjas, dikush është i ditur në disa aspekte, disa drejtime, tjerë, hoxha, dime që konsultohet. Pra, jeni të dobishëm, jeni, po në një drejtim tjetër, mos u përzjeni me çështjet e hoxhës, mos i përzjeni hoxha lartë, ky bën apo ky s'bën. Sepse është ai që ju ruan nga zjarri i xhenemit. Ai ju tregon rrugën, edhe nëse vetë çalon, edhe nëse vetë rrëzohet ndonjëherë, përpiqet të ngrihet, rrëzohet, ngrihet. E ka ndonjëherë shejtani edhe të tjerë, pra ka dobësime, ka ngritje, ka lëkundje dhe hoxha, se njeri është edhe ai. Por kur mos e bë ta pëlqijë hoxhën. Kur mos e zbuloni tmetat të hoxhës. Kur mos e pushtoroni hoxhën sy të njerëzve. Përkundrazi kanë qenë selefët, të cilët luteshin Allahun azza wa jalla sejdë ku duat e tyre, o Allah, ma mundso mua që kur mos shoh një gabim nga mësuesi. O Allah, kur të mos a shoh gabim ma bën mëkat hoxhën tim. Allah, kur mos a shoh mëkat. Luteshin mos ta shoh një mëkat, jo më pasaj të merreshin me gabimet e hoxhës. O ju duhet të dini që nëse mishi i muslimanit është i helmuar, mishi i hoxhës trashëgimtarit pejgamberit është akoma më zëherë. Imagjinoni ju të dilni armik me një prej hoxhallarëve ditë gjykimit, të dali për skajë mëkateve që ti i ke, ti e për tokë për vetë, ti nuk e di se ku të shkosh atë ditë. Atëherë do të dali jo një musliman e thjesht, nuk po flasim për muslimanët e thjesht, ne po flasim për një kategori që do t'i veçojë Allahu azza wa jalla. Ti nuk ke shanse me hoxhën, ti je në grup me atë. Edhe pse mëkatet kanë qenë të dyja të barabartë ndoshta. Mëkatet e tua dhe të hoxhës janë barabartë. Me po kur nuk do ta lejë Allahu atë ditë gjykimit me ty, po do të jetë një kategori vetë, një shkallë tjetër. Atëherë
Kur thot Allah, dhe thot Allah dhe jo këtë mos e lejo pak se ka pak punë me mua. Ti do të ndalohesh, do të privohesh sepse ke punë me një hoxh, një njeri që ka treguar xhenetin, një njeri që ka sakrifikuar 20 vite nga jeta e tij për të të mësuar të një fjalë. E ti jep mend hoxhës dhe i korrigjon hoxhën. 20 vite ky hoxha sikur kishte marruar mjeksi, do ishte një pedagog në Amerikë, ishte një pedagog diku, do të kishte një rrok të mirë, do ishte vesh me kollare. E kur ta kishte këtë lloj pozicioni do t'i çohesh e ngam këtij njeriu, se ishte kirurg, ishte kurse hoxha i cili e dha mundin për hir të Allahut azza wa jalla, i tha nuk i dua këto gjëra, Allahu dua të jem shërbim këtij ummeti, dua të jem shërbim kësaj shoqërie ku unë jetoj. E ti thosh hoxhës ti nuk bën. Kot ka zgjedhur Allahu ty. Pse e privon vetës? Po kur të kesh keq pëse? Allahu azza wa jalla thot: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyesni njerëzit e ditur nëse nuk dini. Edhe nëse ato vepra të hoxhës ju duken gabim, se dituria jote kaq e vogël është, nuk di më ti dy gjëra që mësuan që në fillim, e me ato je mjaftuar. Kur të vinë hoxha me diçka tretë, ti e qumë nga bim, sepse ka ishtë dituria jote. Po të dije diçka më tepër, do ta kuptoje që ai veprimi i hoxhës pas ka një argument, ose pas ka një qëllim që bëhet. Hoxha ka një vizion, hoxha ka disa qëllime, ka një program caktuar etj që do ta çojë xhamatin deri atje. Madje hoxha nuk ka program vetëm për një xhamat i përbërë për 50-60 vjetësh, përkundërzi hoxhi i zgjuar është ai që ka program edhe për të gjithë qytetin ku i banon. Pra mos u merrni me hoxhallarët, mos u merrni me muslimanët. Mos u merrni me njëri tjetrin në atë ditë kur të gjithë engjëjt do të jenë të tmerruar, të gjithë pejgamberët do të jenë të tmerruar, atëherë ne të merremi me njëri tjetrin bashkë, pse përgojove, më jep ti më të mirat. E na merri ti të këshia. Kur ti përgojon një musliman apo një hoxh i thonë ka bërë gjunah më të madh, atë pikërisht atë gjunah më do ta marrësh ti në ditë gjykimit. Çfarë fitu këtu në këtë rast? Kush fitoi në këtë rast? Kush fitoi? Ata i gjunah që ti e poshtërove muslimanin, ai që poshtërove ti hoxhën, atë do ta mbarti Allahu ty mbi supë. Merë ti thot Allahu azza wa jalla. Merë. Ja pra, kjo është një fajde që unë duhet të përmendja lusë Allah nësë që për vetën e ju, e ju lutin e banë se vërtet e ju shfarës më shuhës. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salati ala sayyidi al-mursalin nabiyina wa habibina Muhammedin ibn Abdullah al-Amin. Thumma amma ba'd. Normalisht, shafitje e tokës, këto 3 shafitje që nuk ka parë në njëherë bota si këto, do të ndodhin në 3 vende, pastaj normalisht do të prejnë edhe shumë të tjerë, të cilët do të teprojnë në mëkatet e tyre, dhe që në këto shafitje thamë nuk do të kursehen as njerëzit e mirë, që nuk janë hoxhallarë, thamë dhe dietarë, se nëse janë ata i ndalon Allahu azza wa jalla. Ne do ta kemi ndoshta një hutbë apo stafat me temën shkaqe prej shkaqeve të largimit të dënimit të Allahut azza wa jalla. Shkaqe prej shkaqeve të dënimit të Allahut azza wa jalla. Kush i pengon ardhin e dënimit të Allahut azza wa jalla? Për tyre është istighfari, për tyre është pra siç e kemi përmendur dhe kemi vënë ndukje shpesh herë prania e hoxhallarëve dhe prania e dietarëve e të tjerë. Dhe normalisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka tërhequr rritjen besimtarëve dhe sahabëve në ato kohë për këto shafitje, të tillë të mërshme. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bën 2 herë lutje Allahut për përpirjen nga toka. Sikurse nuk i fshihet askujt tek vikri i mbrëmjes dhe i mëngjesit. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka transmetuar Abdullah ibn Umar, i cili thot asnjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lënë
të dua kur zgjoheshe dhe kur ngryseshe. Pra kur kthiheshe dhe kur ngryseshe. Edhe bën duan. Allahumma inni as'aluka al-'afiyya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati wa hifadhni min bayna yaday. Thot, ndër ato lutje që bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndjes mbrëmje. Thoshte Allah, më mbroj mua përpara meje, pas meje, wa an yamini wa an shimali, më ruaj mua nga djatha ime, nga majta ime. Pra dënimet, mos vi mua as nga djatha, as përpara, as majtas, wa min fawqi, më ruaj dhe nga dënimet që vinë për lart. Pastaj veçanërisht i ka bërë të dua. Thot, wa'udhu bi'azamatik an uhtala min tahti. E të kërkoj mbrojtje Allah prej madhështisë tënde që mund të përpihem nga toka, të shafitem nga toka. Pra, kur ka bërë dua, Allah mbroj për slarti, majtas, djathas, i ka futur kështu me presje, i ka futur kështu rresht, por kur ka ardhur pasaj tek shafitja e tokës, tek përpirja e tokës, e ka bërë atë me dua shtesë dhe ka veçuar dhe ka nënvizuar atë. Nga frika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka patur nga dënimi i Allahut azza wa jall, nga shafitja, sepse është njëra prej dënimeve më poshtëruese që mundet të ketë njeriu. Ashtu sikur se ka treguar Allahu azza wa jall në ajete të tjera apo hadithet profetit sallallahu alaihi wasallam, ku ai njeriu më i madh doli në ushtrinë e tij, doli dhe thonë, nuk kam nevojë për Allahun azza wa jall, gjithë kjo ushtri që kam, gjithë kjo pasuri. Atëherë Allahu azza wa jall shafiti atë në tokë dhe ai vazhdon akoma të shafitet, të zhytet në tokë ditën e gjykimit. Pra në formë poshtërimi. Po Allahu azza wa jall ka përmendur këtë edhe në ajete të tjera. Thot Allahu azza wa jall: أَأَمِنَ مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ. Thot, u siguruan ata të cilët bëjnë mëkate, se Allahu azza wa jall nuk do t'i shafisë ata nga toka, a u siguruan ata kanë sigurt që Allahu azza wa jall nuk do t'i marrë nga toka ata për shkak të mëkateve të tyre? Thot, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Surën Al-Mulk, thot Allahu azza wa jall, a u ndjen të sigurt ata nga dënimi i Allahut azza wa jall, nga ai që është në qiell, se mos ndoshta do t'i përpijë ata nga toka. Do t'i përpijë ata nga toka. Pra, shpesh herë këto shafitjet janë dënime që jep Allahu azza wa jall, mirëpo këto tre shafitje që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fundin e këtij umeti janë katastrofale, që nuk i shpëton më askujt. Pastaj vetëm pak njerëz, sipas sa transmetimeve, nëse shikojnë tërësi hadithe tregojnë që pak njerëz do të shpëtojnë nga këto shafitje. Pastaj me një herë do të dalë një zjarr prej Hadramautit apo Adnit të Yemenit. Thuhet disa transmetime nga deti i Hadramautit, nga Yemenit, do dalë një zjarr. Ky zjarr do t'i do t'i tramax njerëzit, do t'i grumbullojë gjithë në një vend, si ne ka thënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa taqudu an-nas ila mahsharihim, do t'i drejtojë njerëzit në mahsherin e tyre, vend ringjalljen e tyre. Elus Allahu azza wa jalla për veten e ju. أيها الله سبحانه يشفع لنا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وأقيم الصلاة.